15 shoferu arrestuan dje për drejtim mjeti pa leje me ndalim aktiv për drejtim mjeti dhe në ndikimin e alkoolit. Sipas policisë, 2 prej të dehurve ishin të mitur. Gjithashtu Ministria e Brendshme informoi se oficerët e policisë arrestuan 4 persona në Gostivar, 2 në Tetov dhe nga 1 në Veles, Kërqov dhe Manastir për drejtim automjeti pa leje drejtimi. Një mitur nga Manastiri kishte goditur një këmbësor me automjet dhe ishte konfiskuar automjeti, ndërsa në Gostivar, një të mituri ishte konfiskuar një moped, i cili kishte goditur një oficer policie, i cili po kryente detyra zyrtare. Nga një shofer në Gostivar dhe nga një shofer në Kavadar, drejtoi automjetin pavarësisht se kishte një ndalesë drejtimi të kategorisë B. Ministria e Brendshme gjithashtu njoftoi se shoferët në Makedonska Kamenic, Gjevgjeli, Strumic dhe Makedonski Brod drejtonin automjete në ndikimin e alkoolit. Shoferët në Gjevgjeli dhe Makedonski Brod kishin shkaktuar më parë aksidente trafiku me dëme materiale. U apelojmë të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut, të mos drejtojnë automjete pa leje ose nëse u është shqiptuar ndalim për drejtim ose nëse janë në ndikimin e alkoolit, thonë nga Ministria e Brendshme.